marrëdhëniet mes Kosovës dhe SHBA-ve kur në historinë moderne të Kosovës nuk kanë qenë në pikë më të ulët. Ne mund ta zbukurojmë, ne mund të pretendojmë diçka tjetër, po e vërteta është brutale. Kosova është ende në procesin ku ju kanë suspendu dialogu për marrëveshje strategjike. SHBA-t kanë dërguar ambasador në shumë shtete tjera në Ballkan, po jo në Kosovë. Ambasadorja amerikane apo ushtruesi i detyrës pak ditë para zgjedhjeve del me një mesazh të qartë, një editorial ku thotë që Kosovës po i ikën treni në investimet energjetike amerikane në Ballkan. Pra kemi mesazhe pas mesazheve nga qeveria amerikane që nuk jeni në rrugë të mirë dhe Kosova nuk është në rrugë të mirë. Është shumë rëndësi që mos ta mashtrojmë vetveten dhe kjo nuk është rezultat vetëm i ngjarjeve në Amerikë, po është rezultat edhe sjelljeve tona në Kosovë. Tash 4 vite ambasada jonë në Washington ka më pak staf se ajo në Sofje apo në Tiranë. Vlerësoni se është normale që një shtet si Kosova t'i ketë vetëm 2-3 diplomat në Washington tash 5 vite. Mendoj që pjesëmarrja e ulët e qytetarëve ka treguar një mesazh të qartë që 3 pas zgjedhje brenda një viti është e tepërt edhe për llojin e demokracisë së Kosovës, e cila është proporcionale, e cila gjithmonë ka pasur telashet e veta në krijim të koalicioneve, zgjedhje pak më të shpeshta se zakonisht, por 3 pas zgjedhje brenda një vitit megjithatë ka e tepërt dhe ky mesazh u tha qartë edhe nga qytetarët. Besoj që edhe një temë tjetër ishte prezente në vendimin e qytetarëve mos me dalë, se kriza ekonomike, kriza shoqërore që po krijon një amulli qytetare, një krizë edhe në besimin që kemi ndaj institucioneve, ka rezultuar në pjesëmarrje më të ulët.